Ajo është një qupulan I përjetshëm. Në çdo zhan, do të thotë ka pasat elegancën. Se antenën ka Lipiani se ka nisë me ratu parë. Për humor, për muzikë, është par excellent, no comment. Si këngëtari më I përshtatshëm për me që këngën zbavice tek populli në atë kohë. Sa rohet do ngrosi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë. Konsiderohet që me këngën është I lindur, jeton për te, edhe do të vdes bashkë me te. Bagazhin e vetë që ka pas, e ka falë, nëse mund të them, për një të mirë të përgjithshme. Sabri Fejzullahu I përket brezit Prishtinas të 47-ës. Qysh në fëmijëri, shëndriste një shpirt artisti. Nga mosha 14 vjeçare filloi të mirrej me një aktivitet shkollor, I cili do ta ndiqte pas përgjithsej 24 vite. Ishte humori. Ndoqi studimet për gjuhën dhe letërsinë shqipe në Fakultetin Filozofik, por kjo nuk e përmbushi. Dëshira për të arritë këtu ku është sot e shpio në rrugën drejt aktrimit. Me që rast filloi studimet në Fakultetin e Arteve të Bukura më 1968. Këtë të fundit më pas filloi ta praktikoj dhe dashuria ndaj artit të aktrimit mori formë. Ato që kishte ëndruar si I ri, tashmë po e realizonte. Sabriu më në fund u bë aktor, pasi teatri krajinori atëhershëm, tani teatri kombëtar, I dha shansin për ta treguar veten. Sikur se realizoi këtë ëndër, atij nuk I mbetej gjë tjetër posa të punonte dhe të krijonte hapësira për ndonjë sfidë të re. Në vitin 1968, me njëherë pasi filloi studimet, mori rolin dhe përvojën e parë prej aktori në veprën e shkrimtarit të madh Shaib Grabovci në dramën Njerëzit me shpresa të thyera. Titull ky, I cili as pak nuk përkonte me karakterin e Sabriut. Personazhi që luante quhej Sem. Aktrimi I tij I ra në sy dhe u vlerësua nga kritikët e artit. Kjo ndodhi në momentin e duhur për të pasi më shumë se kur pati nevojë për lavdata emotiv që ta binte veten se ishte në rrugën e duhur. Të flas si aktor për Sabri Fejzullahun, më duhet të them se kemi luajtur në shumë shfaqje. Ai ka luajtur, do të thotë edhe në drama, edhe në komedi, në satir, në për shembull Fejdoja. Miza në vesh, një shfaqje cila ka shku shumë. Trungu I lirë, një dram cila flet për ne, për shqiptarët. Pastaj të përqafimi me një regjisor shumë I njohur nga Zagrebi, Durbe Shiqi. Pastaj dhe shumë shfaqje tjera. Sabriu u bë I njohur me komedi pasi shpirti I shërbente më me ëndje në këtë zhanër. Thuhet se komedit Hotel Kashta nga Ymer Shkreli dhe Burri Burr të Kristof Loqit ishin vendimtare që e bën të njohur në fushën e aktrimit. Pasi në këndim, Fejzullahu vetëse kishte krijuar bagazh artistik. Diksioni, ngjyra e zërit dhe mënyra e aktrimit spontan I ngjante stilit të aktorit franqez Roger Vadim, që dallohej nga sistemi Stanislavskit atë botë. Në kohën e shfaqjeve teatrale në teatrin kombëtar, atë teatrin popullor të Prishtinës, unë kam qenë në moshë më I ri dhe më shumë ka shku nga kurreshtja dhe nga kultura e përgjithshme I marrur nga prindrit që të shkojmë në shfaqje. Disa nga ato shfaqje kanë qenë edhe shfaqjet ku ka luajtur Axha Im Sabriu.
Janë shfaqjet cilat pa dyshim se jam subjektiv, gjithmonë ka qenë më i miri. Pas një dyshim e them se ka qenë më i miri. Mi po, jemi sakt, jam subjektiv, është agja që e du më shumë ti. A i luajti për krah artistëve më të shquar shqiptar dhe të pavdekshëm, shkolla e të cilëve la gjurmë skenike tek Sabriu. Kush tjetër mund të ishte pos Shani Pallaska, Melihajte Ajeti, Malogami, Ragip Logja, Gjevat Qena, Leze Qena, Masar Kadiu, Istrev Begolli, Faruk Begolli, Ali Ahmeti e shumë të tjerë të cilët ja mësuan zanatin. Mirë po, a i pati edhe të preferuarit e ti në skenën aktoreske, Bekim Femiu dhe Al Pacino, mbetën idhujt e Axhës Sabri. Në vitin 1978, nisë drejt Shqipërisë, bashkë me trupën e teatrit kombëtar për të prezantuar shfaqjen Generali i ushtrisë së vdekur. Emocionet 100 fishoheshin pasi ishte vizita e parë, por kurreshtja për ta pa nga afër shtetin am dhe bashkëkombasit ja lehtësuan dridhjet. Ky rast mbetet ndër momentet më të veçanta të jetës së tij. Ramiz Kelmendi, drejtori i teatrit, dhe na e kumtoi lajmin se sikur në muajin qershor, në muajin shtator do të shkojmë me teatrin me Generalin e ushtrisë së vdekur në Tiranë, në Shqipëri. Gëzim më të madh për mua nuk ishte atëherë, isha këngëtar shumë i njohur dhe shumë i popularizuar, një muzikë të lehtë që gjithandej shqiptarët më donin, sepse unë i dua, edhe kur e mora atë lajm, sikur se të tjerët që janë gëzuar, nuk më zinte as gjumi prej merakut, po isha kur kalojnë ata 6 muaj që do të shkoj në Shqipërinë e bukur, në Shqipërinë në ëndër që ishte ëndër e çdo shqiptari, e çdo kosovari, për ta parë më mbëdhejon tokën mam atëherë. Edhe Ka qenë hera e parë? Hera e parë në jetën time, po, edhe vdes edhe kur në jetë nuk e harroj atë gëzim dhe atë dashuri që mu mundësua, që na mundësua neve aktorëve të teatrit krajinor të shkonim me shfaqjen e të madhit Ismail Kadare në regjinë e një regjisorit të madh që e pat bërë këtu, Generalit në Prishtinë, Pieromanit, regjisorin madh shqiptar. Më thëmë shërda më mjarë të gjova. Unë e kom fajune e jo ti. Pse? Pse? Kur për t'il shejt, dizginat, Po? pithen shtranga. Me teatrin krajnor në Prishtinë ku luajti role të shumta, pati marrëdhënie pune gjithsej 24 vite, që nga 68 e gjerë më 1992. Tani më kujtua, me të vërtet tani më kujtua se ti dhe familja jote edukatën ju e keni vërty. Në gjithë këto vite, Sabriu ishte aktori projekteve të regjisorëve Agim Sopi, Adve Gashi, Ahmet Jakupi, George Paro, Tomi Durbeshiç, Fadil Hysaj, Muharrem Qena e Besim Sahaqiu, për ta lënë avash aktrimin në vitet vijuese. Jo ka me me të përze dhe 2 jeja me rrotulluar, mos vaj gare me mua. Sabriu në çdo zhan do të thotë ka pasat elegancën. Edhe në komedi, edhe e ka ato si të lindur, më duket. Dhe është tepër charmant, tepër charmant. Unë mendoj që çdo qelizë e tij, do të thotë është e thurur nga charmi. Ajo është diçka që ai do të thotë e ka prekje. Kudo që paraqitet, ai e vërshon me charmin e vet. Prandaj është i suksesshëm edhe ende është, do të thotë, numër 1 në zhanrin e vet. Edhe që e ka moshën, do të thotë publiku e do. Publiku e do. Ai kur këndon edhe kur interpretonte në skenë, ai jepet me gjithë shpirt, se s'mundet të ndryshe. Ai ka një shpirt shumë të madh. Dhe unë gjithmonë e kam dashur Sabriun. Dhe ka qenë në disa role bajagi suksesshëm. Se antenën ka goleshi, nuk po muj se s'po më leshi. Se antenën ka Lipjani, se ka nisë me ratu pani. Sabriu zhvilloi suksesshëm karrierën prej aktori edhe jashtë teatrit dhe publiku mbar shqiptar ende vazhdoi ta ruaj dashurinë për të. Kjo u vërejt me performancat në skeqet si Treshi për sheshi, ku luajti me humoristët Rasim Thaçi, i njohur me rolin e Cimës, dhe Ibrahim Krajkova apo Leci. Që Rusia për të gëzue, Shirinovski ka fetue,
Botës barë ju kanë gërmuë, hapë të vesh të kam nevojë. Periudha e treshi për shishit, masi u ndom, atëherë metëm vetëm me lecin. Me gjithat ju duke me gjetë një tretin, atëherë rëmë kontakt me regjisirin e njohun, edhe sot është shumë aktiv, sinte autor që në film, Agim Sopi. Atëherë vjen në skenë bashkë me neve, Sabri Fejzullah, që ishte këngëtar qysh atëherë veç i mirë njohur, mirë po ishte një farë periude e erët e muzikës, jo para lufte, jo mas lufte, optën, kështu që Sabriu ishte edhe humorist edhe në teatr, kështu që ai u inkorporu të këtë dyshi, tani u bënëm tret. Dhe më thonë, unë e Sabriu dhe Leci kemi bon skeqet me tekstet e Teki Dervishit. Luajti edhe në Kur pranvera vonohet dhe Autobusi. Po ashtu edhe në TV Komedin që shëngjesh me të ndjerin Gjevat Qenën, Leze Qenën, Ali Ahmetin dhe Adem Mikulovcin. Masanej. Gjatë represionit serb, kur televizionit u mbyllën dhe qasja në programe shqipe vështirësohej, viteve të 90-ta, bum të madh bën videokasetat. Ato aso kohe ishin dritarja e vetme argëtuese për kosovarët. Aty, i madhi Sabri Fejzullahu performoi në plot e përplot projektit të prodhuara në atë kohë. Në autobus, ajo ka qenë e Sabriut diçka fenomenale se këtë kohë. Një autobus me gjithë aktorët edhe shkujnë edhe atu këtë ngjarje në autobus. Ajo ka qenë diçka fenomenale. Edhe me Adem Nikolovcin, Mahmutovic, dhe më thonë, se edhe nështë e din që edhe ajo ka qenë talent për Adem Nikolovci. Këtu e ato që kanë brilu, që kanë qenë fenomenale. Po thomë, në gjithë ku me Sabrin, si privatisht, si kur shkujnë edhe në turneja me ta, mos u tot. Në filmografin e ti, gjenden mbi 20 filma, shumica të zhanrit komedi. Po, unë mendoj që Sabri është një prej aktorëve më të mirë që i ka Kosova. Është fatkeqësi që ai nuk po merret më shumë me këtë profesion, po merret me këngën. Unë e kuptoj sepse angazhimet, domethënë dinamika që ka me këngën, nuk ja mundëson që të merret me teatrin. Ne sa e morëm rrugën e kësaj dy ajeti nga dy nga tjetër. Për para! E gjithë kjo punë, tani do mbetej një kujtim i bukur për Sabriun, pasi jeta do ta sfidonte me diçka tjetër. Shpejt, për para! Shok! Daluni! Ajo din të Vitet kalonin dhe gjërat filluan të ndryshojnë, e jeta po bëhej çdo ditë më dinamike. Aktrimi mori të poshtë në atë kohë dhe mbijetesa me atë profesion ishte në pikpyetje. Erdhi momenti kur duhej të zgjidhte në mes të dëshirës dhe mundësisë. Por Sabriu, si i gjithanshëm që është, nuk e pati të vështirë t'ja dalë në ato rrethana. Ai me lehtësi po ndahej nga profesioni që tashmë e kishte shijuar mjaftueshëm dhe me shumë kënaqësi, po e priste një tjetër pasion, kënga. Konsideroj që me këngën është i lindur, jeton për te, edhe do të vdes bashkë me te. Konsideroj që prej momenteve para kur ka lindur Sabriu ka kënduar, edhe gjykoj edhe besoj që do të këndoj deri në momentet e fundit. Gjithmonë me po të njëjtën fuqi, me po të njëjtin zell, me po të njëjtën dashuri. E si kur Sabriu atë kohë ta refuzonte muzikën e të merrej me diçka tjetër, sot jo vetëm diskografisë shqiptare, por edhe ne do të na mungonin me qindra krijime të bukura. Për fat të Sabriut, ndodhi kjo që ndodhi dhe do të ishte mëkat sikur sot t'i mungonte skenës. Ishte mësuesja Safete Mula që e shtyu atë ta duaj këngën, në moshën kur Sabriu ishte vetëm 7 vjeç.
Kështu, ai respektoi këshillat e mësuesës, por edhe dëshirën e tij për këngën. Duhet theksuar gjithashtu se aktrimi i ndihmoi shumë të bëhej këngëtar. Fillimisht ka qenë i frymëzuar nga grupet e kohës si Beatles, Rolling Stones, të cilat dolën në skenë në vitet 1964-1965. Në formimin e tij artistik e parë që ndërmori këtë hap, si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri. Që ke flokun porsiar, e jamezin të tamar. Avi Edisonët filluan krijimtari në vitin 1965. Ai me të shpejt pushtoi zemrat e publikut dhe jurive si këngëtar. Që nga atëherë, e deri më tani, Sabri Fejzullahu i qëndroi besnik këngës, ndërsa tani numron më shumë se 900 këngë në repertor dhe mbi 25 albume e qindra videoklipe dhe paraqitje televizive. Në vitin 1967 u bë këngëtari i radio-televizionit të Prishtinës, me që rast regjistroi këngën e parë në mënyrë profesionale, e cila titullohej Tash Jo. Gëzimin për këtë sukses, që për të ishte i mjaftueshëm si për fillim, e ndau me nënën e tij, të cilën gjithmonë e pati për zemër. I thash nonës, hajde me mgu se kam incizu një këngë nonë. Lum nona, ku? I thash në Radio Prishtinë nonë. Në Radio Prishtinë. E qa kime boj, i thash me kënu nona. Mirë, o Sabri, i thash, 3 dakika, o kjo vesh në goje nonë, po. Pasanit ka të e nëse e të konga. Këshurke në radio, me njësoj kur hina aty. Që shpo kënë këtu. Qa u bo? Me njëherë mori hov dhe krijoi disa këngë, por epitetin e këngëtarit të merituar e fitoi me këngën Pranverë në Prishtinë, me tekst të Milaim Berishës, muzikë të Musa Piperkut dhe orkestrim të Gjello Jusic nga Zagrebi, një krijim që për herë do të mbetet e gjallë për breza e breza të tërë, të cilët do ta duan e kultivojnë muzikën shqipe. Për dashurinë. Madje kjo këngë është bërë evergreen për shqiptarët dhe himn i kryeqytetit ton. Të gërmisë, yn biqia, na bënin roje, Elisa gjelbronin prej lakmisë. Sa rohet do ngrosi e parë, kur pranverë ishte në Prishtinë. Nëse një këngë si që është Pranvera në Prishtinë këndohet edhe sot nga shumë këngëtarë tjerë, këndohet në mediumet elektronike, lëshohet, këndohet në për lokalet ndryshme, në për koncertet ndryshme, atëre gjithsesi mund të thuhet që ajo këngë është e vlefshme dhe për këngën konkretisht mendoj që është kënga e shekullit kaluar. Sabriu tani ishte këngëtari i kualifikuar dhe sukseset tjera ishin të padiskutueshme. Filloi të marrë pjesë edhe në për festivale. I pari ishte në Akordet e Kosovës në vitin 1967-68. Në këtë festival këngë, i cili atkohë ishte i një rëndësie të veçantë dhe me përmasa të mëdha, Sabriu mori pjesë për disa vite me radhë dhe më 1968, 69, 70, 72 dhe 74 ky festival e shpërbleu me çmime. Në Akordet e Kosovës, Sabriu mori 18 okarina të arta, ato i fitoi me këngët Kënga e Rinis, Studenti pa dashuri, Pranverë në Prishtinë, Të fala nga Prishtina, Doruntina, të kompozuara nga kompozitori i veçantë Musa Piperku, Buz Liçeni, O mojti me sytë e zi, nga Reshat Randobrava, Lumi, nga Mehdi Bajri, pastaj me këngën e Gjergj Kaçinarit, Severin Kajtazit e shumë të tjera.
Akordet e Kosovës nuk ishte festivali i vetëm ku mori pjesë. Ai garoi pothuajse në të gjitha festivalet e muzikës zbavitse në ish Jugosllavi. Festivalin e Opatis, atë të Zagrebit, në Schlager sezon në Sarajev, në Slovenske Popevke, në festivalin Pranvera e Beogradit, festivalin e Suboticës, të Shkupit, e të tjerë, e shumë të tjerë. Nga këto pjesëmarrje Sabriu nuk kujton të ketë marrë ndonjë çmim pasi periudha komuniste nuk lejonte që një shqiptar të gëzojë privilegje në festivalet e tyre. Në mesin e shumë këngëtarëve kosovar, një fat të tillë e pati edhe Sabriu në atë kohë. Gjithsesi, ky diskriminim kundrejt tij nuk e demotivoi atë pasi kishte mjaft se ku të prezantohej. Atë ende nuk e njihnin shqiptarët të të gjitha trevave, me përjashtim të kosovarëve. Ishte momenti që veprimtaria e tij të shtrihej në shtetin am edhe si këngëtar. Në vitin 1992, përsëri do të udhëtonte për në Shqipëri, por kësaj radhe po bëhej pjesë e festivalit të këngës shqipe në radio-televizionin shqiptar, ku do të fitonte zemra adhuruesish e do ta tundte Shqipërinë. U prezantua me këngën Atje është Prishtina, e cila u kompozua nga Gjevdet Gashi dhe u shkruajt nga Hivzi Krasniqi në kohën kur shqiptarëve nga Kosova ju suprimua çdo gjë. Shmulik zemra. Pavarësisht dhunës dhe gjenocidit që ushtrohin mbi kosovarët të cilët për ditë po lëshonin tokat e tyre, kjo këngë kushtuar asaj dhimbje ishte shpresës së ardhmës së ndritur. Boshti i kësaj kënge ishte presidenti Rugova. Krahas muzikës, Sabri Fejzullahu bashkë me kolegun dhe mikun e tij të ngushtë Sinan Vllasaliun u futën edhe më thellë në botën e televizionit, duke krijuar një emision me përmbajtje argëtuese, i cili për aq kohë sa ekzistoi, pati shikueshmëri, por që nuk ishte jetë gjatë. Që të dy vazhduan karrierën në drejtime të ndara, ani pse nganjëherë i bashkonin projektet muzikore e miqësia gjithmonë. Miku jam i fëminis, i qytetit tim, jemi rritur së bashku në Prishtinë. Sabri Fejzullahu, duhet t'i falenderohemi të gjithë ne që jem pak më atri se Sabriu, për arsye se unë mendoj që mozaiku i artit shqiptar në artin e muzikës nuk do t'ishte komplet pa copën e Sabriut, i cili ndoshta është edhe për mua dhe kryesore për arsye se momentet më të vështira Sabriu në përmes këngës të mos të rrëgjë Sabriu është një artist i madh dhe i teatrit, ka ditë që të jetë gjithmonë i mishtuar me popullin e vet. Më vjimtarin datën vonë e marrin. Kështu duke krijuar për vite e vite, duke qenë pranë adhuruesve të tij mbar shqiptar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi e në diaspor, artisti të admiruar, menjëherë pas luftës në Kosovë në vitin 2001, i shtohet edhe një tjetër titull. Ai i deputetit të Kuvendit të Kosovës, i cili e ndan përkohësisht nga muzika. Shërbeu një mandat të plot për 3 vite në legjislaturën e parë të Kuvendit të Kosovës, si deputet i Partisë Demokratike. Sabriu i përket lëndës së parë të demokracisë, ishte antar i grupit të Komisionit të Post Telekomit, pa funksion politik, por deputet i Parlamentit të parë të pranuar ndërkombëtarisht në historinë e popullit shqiptar të Kosovës. Kur zgjedhëm deputet dhe ishim edhe unë edhe Sabriu bashkë koleg, unë u ndiva mirë, sepse kisha edhe një koleg afër vetit, sepse për shumë njerëz ishte pak e pazakon se prej artit po kalojmë në politikë dhe një farë mënyrë kishim edhe hallet e njëjta, nëse mund t'i quajmë halle. Por ne të dytë si artist u kyçëm për të kontribuar, jo pse kishim ne nevojë, po mendojshim që mund të kontribuojmë diçka për zhvillimin e vendit, e ndoshta në veçantë edhe për kulturën. Ajo që ka qenë specifike për të, besoj edhe për mua në atë mandat, ka qenë se ne nuk mund dilshim nga shpirti artistik dhe kom pa që edhe shpesh edhe Sabriun e mundonte nga njerë kjo se politika i ka disa rregulla tjera dhe ai nuk mund të bëj nëse mund të jem politikan sepse ai ishte vazhdimisht punonte me shpirt. Në politikë nga njerë nuk duhet punosh me shpirt.
Pasi përmbushi misionin e tij, Sabriu nuk qe i interesuar të vazhdojë më tutje të jetë i involvuar në politik dhe më njëherë hoqi dorë për gjithmonë nga ky angazhim, duke ja lënë vendin atyre që e ndjenin veten të aftë dhe të zotë në këtë drejtim. Shpirti i tij prej artisti nuk përputhej me këtë profesion. Vendimi për t'u larguar nga politika ishte i menduar mirë dhe Sabriu periudhën nga 2001 e gjerë më 2004 do ta ruaj vetëm si kujtimi një përvoje të re në karrierën e tij. Sabriu ka marrur politika. Sabriu ka qenë i gatshëm për politikën, sikur që ka qenë i gatshëm gjithherë kur ka konsideruar se mund të kontribuojë diçka. Unë konsideroj se Sabriu ka kontribuar në politikë. Do të i është ofruar një njeri i artit politikës, edhe dinjitetshëm ka qëndruar asaj. Por se politika është e tillë, çfarë është në Kosovë dhe njerëzit i sheh sikur instrument, atëherë është faji i politikës, jo i Sabriut. Sabriu s'ka humbur asgjë nga ajo pse ka qenë politik. Ka humbur shumë politika pse nuk e ka shfrytzuar Sabriun. Ai thjesht bagazhin e vet që ka pas, e ka fal, nëse mund të them, për një të mirë të përgjithshme nëpërmjet Partisë Demokratike. I takonin gruas së tij të dashur, Nerës. Më pas, ai erdhi me një ndryshim të vogël në muzikë, duke ju përshtatur kohës dhe gjeneratave. Sabri Fejzullahu në çdo kohë është cilësuar si moderne avangard, e i tillë është edhe sot. Është muaj Axha Sabri që ka qenë gjithherë. Mirë po, teksti, komponimi, orkestrimi kanë ndryshuar me kohën. Mere dëgjoni me vëmendje, Sabriu është serioz ndaj këngës si ka qenë në fillet e tij në vitet më të arta për nga mosha flas edhe tani. Dëgjoni zërin e tij është poja e njëjti, kumbus, i fuqishëm. Ai jo vetëm se krijoi këngë e videoklipe të bukura, por shumë herë ishte dhe është pranë adhuruesve përmes mbrëmjeve e koncerteve të organizuara kudo në përtrojet shqiptare dhe mëtej. Madje pjesa më e madhe e fansave të tij janë mosha rinore. Sot, Sabri Fejzullahu, diti mbush më së miri sallat kudo që këndon. Adhuruesit më të mëdhenj të Sabriut janë kryesisht mërgjimtarët, pasi ai u ka mësuar hallet atyre dhe mungesën, dhimbjen e dashurisë për atë dheun, më së miri u kujton ai përmes këngëve të cilat janë të shumta ato që përçojnë këtë mesazh. Ky fakt bën që pjesën më të madhe të kohës të jetë në udhëtime dhe kjo është paksa e mundimshme për Sabriun, pasi tani mosha e bën të vetën. Por fatmirësisht, Sabriu po i mund të gjitha, edhe vitet. Nga gjithë këto mbrëmje dhe udhëtime krahas të mirave, ai kujton edhe momente jo dhe aq të këndshme. Është shumë e natyrshme që njeriu i cili punon të përballet me batica të ndryshme. Kështu në maj të vitit të kaluar, derisa atë po e prisnin qindra adhurues në një klub natë në shtetin Zvicran, fatkeqësisht nuk arrin të argëtoj ata të cilët ishin grumbulluar për të shijuar ritmet e tij muzikore dhe zërin briljant. Diçka nuk ishte shkuar mirë me të arrit në aeroportin e Zyrihut në Zvicër. Mediat me të marrë vesh lajmin e ndalimit plasuan shkrime të ndryshme, ku në disa tituj thuhej se ai u arrestua. Të nesërmën Sabri Fejzullahu kthehet në Prishtinë, ku edhe sqaron gjithçka në lidhje me këtë rast për emisionin prive në Klan Kosova. Dhe gjithçka kishte të bënte me një dokument leje biznesi, e cila nuk i mungonte vetëm këngëtarit Fejzullahu, por edhe shumë këngëtarëve të tjerë. Në pas kontroll, më kanë thënë që nuk e kam duhet ta kem nga sot një dokument shtesë për të kënduar. Domethënë, unë vizën e kam deri në 2015. Unë nuk kam qenë i arrestuar, më vjen keq kur e kam dëgjuar. Me një herë të nesërmën, Sabriu zgjidh problemin dhe bashkë me dokumentin e kërkuar nga autoritetet përkatëse zvicrane, niset në po të njëjtin vend për ta përmbushur misionin e para një nate. Gjithçka kishte shkuar në rregull. 5 muaj më vonë, Sabriut po i ndodhte diçka e bukur, e cila do të bënte të harroj problemin e fundit që kishte, por edhe të tjera. Asaj nuk e dinte se në jetë i kishte mbetur edhe diçka pa provuar dhe pa treguar edhe një tjetër talent të fshehur. Hapi që po ndërmerte tani, po e bënte atë një artist të kompletuar. Spektakli Dance With Me, cili po organizoi në televizionin Klan të Shqipërisë, i kishte dërguar ftesë për pjesëmarrje. Ishte edicioni i parë.
thjesht ma ka bërë që t'jem në Dance With Me një njeri i madh. Për gjithë shqiptarët ku dhe në botë, zonja Vera Grabocka. Ma ka mbushur mendjen që unë di të vallëzoj dhe që do të mundem dhe që duhet t'jem në spektaklin as shikuar, spektaklin e madh Dance With Me. Unë asnjëherë në jetë nuk kam vallëzuar post në dasma dhe gazmendje dhe si aktori i teatrit, kur më është dashur ndonjë valc apo ndonjë tango ta luaj me dikend, në atë mënyrën regjizoriale që të shpjegohet 2 takte, 20 sekonda dhe asnjë gjë. Kur erdha këtu hasa një diçka krejt 3 që për mua ishte si diçka e paparë dhe e pamundur, po që me ndihmën e zotit Nakot, profesorit nderuar Albin Nakos, me ndihmën e gjithë atyre balerinave të reja, atyre çunave, unë po ja dal dhe jam shumë i lumtur. A i pranoj këtë ftesë me shumë knatësi dhe për 3 muaj punë dhe përkushtim, Sabri Fejzullahu, në lëvizjet e Rozana Radi të cilin e pati partnere të këtij kompeticioni, mësoj edhe vallëzimin. I gjithë ky mund, më në fund u shpërblye dhe Sabriu bashkë me Rozanën shpallën fituesit e edicionit të parë të spektaklit Dance With Me. Është Sabriu dhe Rozana! Çmimi i madh i publikut është Sabriu dhe Rozana! Me të mbaruar ky spektakël, ai rikthehet përditshmërisë, angazhimeve muzikore dhe si zakonisht mbrëmjeve të shumta rinore. Sabriu kishte kohë pa kënduar 100% live dhe ai pas 20 vitesh rikthehet me një performancë të tillë në një lokal në kryeqytet. Të gjithë të pranishmit me shumë dashuri bashkë kënduan me Sabriun këngët e tij të bukura të pavdekshme. Ndër vite ka dhënë shumë dashuri, shumë këngë të kënduara me zemër e shpirt, të cilat e bën shembull dhe simbol të këngës shqipe. Çka do të them për Sabri Fejzullahun mund të jetë e vogël. Sabri Fejzullahu është avangardisti i muzikës moderne shqipe, është mohikani i fundit i llojit vet. Njeri që i rezistoi kohës duke qenë non-stop në hap me kohën, duke ecur me kohën. Është mësuesi çdo njerit prej nesh për kulturën skenike, për imazhin modern, për muzikën e kohës, për çdo gjë që ka të bëjë me shenjtrinë e skenës. Sabri Fejzullahu është një aktor i përkryer, fotoja e cilit e ndriçon teatrin kombëtar të Kosovës. Ndoshta më bërë tepër ta fjalë ti madh legjende tjera, por to gjitha i shkojnë Sabri Fejzullahu sepse ai u quajt Grande Sabriano kur unë isha vetëm 6 vjeçar. Je artist pa mosh. Eksakt nga ato figura që nuk kanë, nga ato artist që arrin të jenë njësoj gjatë gjithë jetës së tyre, me atë sharmin tënd, me energjinë tënde të përhershme. Unë kështu të mbaj mend gjithmonë në të njëjtën formë. Ditë të jesh njësoj i pëlqyer si për 20 vjeçarët, si për të tërë brezat, edhe kujtoj me sidomos bashkëpunimin ton gjatë koncerteve homazh për Kosovën, që krijuam një grup shumë të mirë të shqiptarëve si nga Shqipëria si nga Kosova, edhe kur dilje ti në skenë ke atë aftësinë të elektrizosh njerëzit me energjinë, me zërin, me atë mënyrën tënde të veçantë të komunikimit. Nuk di të je poet. Unë nuk di të bëj vjesha dashurie. Këngëtari dhe artisti i merituar edhe pas 50 vitesh në skenë, qëndron i palëkundur dhe nuk e ndjen fare konkurrencën. Zëri i tij jehon e vazhdon të tingëlloj mrekullueshëm. Këndon pothuajse çdo natë në stinët e ngrohta, derisa gjatë dimrit për çdo javë performon diku. Ai gjatë gjithë kohës realizon edhe videoklipe, e që sipas një përllogaritje të thjeshtë i bie se ai prodhon thuajse nga 18 këngë në vit. Kaq energjik, i fuqishëm dhe në formë, përveç shpirtit optimist dhe pozitiv, atë e mbajnë edhe aktivitetet. Ai lexon shtypin ditor për ditë, por shpeshherë edhe libra. Përveç leximit, Sabriu një pjesë të mirë të kohës ia kushton edhe sportit. Vrapimi është më i preferuari.
E kur ke një trup vital si Sabriu, padyshim se edhe garderoba duhet të jetë përzgjedhur. Sabriu qëndron mirë edhe në këtë fushë, pasi shoppingu është një ndër pasionet e tij. Këpucët dhe parfumet janë artikujt më të preferuar nga ai. Padisi, kur kam qenë fëmijë, kam qenë i varfër e s'kam patur rroba, po pasion dëshirë të madhe e kam pasur që vishe mirë. Unë mendoj që është kulturë dhe kur duket njeriu i veshur s'paku mirë, për këtë si na ka falë Zoti Llukun, te do të shikojmë gjë në fund, po e kam pasion garderobën, e kam. Ka pas stil dhe shumë ka qenë pedant. Do të thotë nga këpucët deri nalt. Madje nga pasioni i tij, duket se kam përfituar edhe të tjerët. Unë, me thënë të drejtën, kam kaluar shumë kohë me Sabriun, si brenda vendit, po ashtu edhe jashtë vendit në shumë aktivitete dhe koncerte, pothuajse në gjithë Evropën. Dhe kam mësuar shumë nga Sabriano. Për mua është një këngëtar i madh, është një njeri mitik, një njeri që ka ndihmuar shumë dhe ka dhënë shumë për artin shqiptar, me melodinë, me këngët, me tekstin e tij, me zërin e bukur të tij, me performancën e tij. Unë kam mësuar nga Sabriano shumë gjëra, por po evidentoj vetëm njërin gjë, garderobën. Ai është një merakli garderobe. Askush nuk të pyet kush ishe veç kush je. Nuk duan ta din çka kishe veç. Sabriu gjatë gjithë jetës së tij, si aktor, këngëtar e politikan, nuk ka njohur vetëm profesione e zanate. Ai ka takuar vlera, miq e kolegë të cilët i adhuruan emrin këngëtar. Shoqëruesit e jetës, bashkëpunëtor për vite e vite, në ditë të mira dhe të liga. Këta janë të shumt, por të cilët në asnjë mënyrë nuk duhet lënë pa përmendur, pasi secili nga ta ka zënë vend të veçantë në veprimtarinë dhe jetën e tij. Janë kompozitor, tekstshkrues dhe të tjerë. Musa Piperku është një ndër ta. Pastaj Reshat Randobrava, Tomor Berisha, Gjevdet Gashi, Milaim Berisha, Arif Demolli, Virusi, Fatmir Muja, Emru Shtaçi dhe shumë të tjerë. Te jetë i disciplinuar në punë, do të. Nuk është një ndej prej këngëtarës shumë të pakt, i cili nuk përzihet në muzikë çka keme boti, ai e kthyer finalen, me përkushtim të madh në atë kohë për kujdes për përmbajtjen e teksteve. Mbrapa emrit Sabri Fejzullahu, përveç karrierës së pasur, fshihet edhe diçka e pakrahasueshme. Është familja, që jo vetëm për atë, por për të gjithë ne është gjëja më e shtrenjtë që kemi në jetë. Fatmirësisht, edhe këtë, Sabriu e ka të artë. Kur Sabri Fejzullahu zgjodhi të bëjë këngëtar, ky profesion nuk i pëlqeu hiç babës Hazir, i cili ishte terzi, një lloj rrobaçepsi. Aq skeptik qenë ndaj pasionit të Subirit për këngën, sa që e krahasoi me serbët, duke dashur t'i thotë se vetëm këta merren me të tilla punë. Baba më theke, po shkon me knu zabavno melodie. Serbisht? O, shka. Shka theke, ha? Atëherë shqip kanë kënduar. Po këndoj, unë në gjuhë shqipe këndojsha. Po që ato kohë natërish muzika zbavice, në atë kohë ka t'ingluar ndryshe për babajnë tim djes pas. Kështu i ngjau Sabri Fejzullahut me të atin, i cili sakrifikoi shumë për të. E ka da kashatën e gojës për ta shkolluar neve, për ta qitur në dritë. Thoshe, jo lusë nga zemra pash Zotin e madhë, mësoni se unë jam i verbër, unë jam i pasy, unë nuk di shkrim lexim. Pa jo, bre me modhe që Me nënën Zethanën, e cila ishte një anvise shumë e zonja, pati marrëdhënie më të butë. Për të, ai ndjen shumë dashuri, por edhe dhimbje në të njëjtën kohë. Haziri dhe Zethania nuk e patën vetëm Sabriun, por edhe 3 fëmijë të tjerë, Shefkiun, Rushdiun dhe Hajrien, motrën e vetme, ndaj së cilës ai ndjen shumë dashuri. Për 23 vite, ai e kishte shijuar jetën në këtë ambient dhe me këta familjar, derisa në po këtë moshë, jeta do t'i ndryshonte. U martua pa i mbushur të 24-tat dhe pas 2 viteve bëhet baba. Armendi ishte fëmiu i parë, gëzimi i parë dhe dashuria e parë. Pas Armendit, ai bekohet edhe me një tjetër fëmijë, Kësajra dhe vajzë, të cilën e pagëzon me emrin Adelina.
U bën disa vite që në familjen tashmë të ngushtë të Sabriut mbretëronte një atmosferë krejtësisht e re, krejt kjo si pasojë dy antarëve të ri. Jeta po i bëhej çdo ditë më e ëmbël, pikërisht për këtë fakt, por në anën tjetër, diçka e hidhur po e brente për brenda, pasi jeta në çift nuk shkonte siç është më së miri, diçka linte për të dëshiruar. Nuk shkon shumë kohë dhe Sabriu ndahet nga gruaja. Tani, ata do t'i lidhnin vetëm fëmijët e përbashkët, asgjë tjetër. Jeta me zor nuk shtyhet, më mirë të ndahesh se sa të ketë shamata dhe, si me thënë, të rriten fëmijët me trauma dhe të vazhdoj jetën unë me trauma dhe gruaja e traumatizuar. Ndarja shpëtim në momentet. Disa vite më vonë, saksisht më 1982, Fati e takon me një zonjë e cila pas 3 vitesh do të bëhej bashkëshortja e tij, që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Nera, një zonjë rrallë e cila gjithmonë për të mirë ndryshoi jetën e Sabriut dhe familjes së tij e cila filloi të frymojë ndryshe. Po si mos ta duan një krijesë të tillë. Nera është çdo gjë në jetën time. Gjithë kjo dashuri ndaj bashkëshortës Nera, për të cilën Sabriu gjithmonë flet me superlativa, padyshim se ka edhe arsye. Dhe Nerës i kam shumë borç, tash po e them e kam thënë dhe gjithmonë në jetë, sepse Armendin dhe Adelinën, 2 fëmijët nga martesa e parë që janë në Londër, është kujdesur shumë për ta, shumë në jetë. Kështu e bëjnë këto gratë e mëdha që janë. Më shumë për ta, se sa fillimisht për Bulxën dhe Ermalin, sepse ka thënë të janë të rinë dhe do të rritën, do të kemi kohë. E falenderoj nga zemra shumë. E shpërbleft atë, ai madhi Zot. Në po të njëjtën formë, dhe Nera shpreh dashurinë ndaj njeriu të jetës, një përkujdes reciprok dhe dashuri e pafund, edhe pas kaq vitesh njohje dhe martesë. Unë desha t'i them veç ca fjalë që dua t'i them nga shpirti. E falenderoj Zotin shumë që je pjesë e jetës time. Faleminderit për dhuratat fëmijët tanë, që i rritëm bashkë me dashuri, me gjitha të mirat që ata janë tani. Falenderoj për gjithçka në jetë që ke ba për mu, që bën ende, edhe pse gjithmonë je i ngarkuar me rrugë, me këndim, me koncerte. Unë jam e plotësuar shumë nga ty në jetë. Të falenderoj shumë për gjithçka që ke bati në jetë. Të du up to the sky, që thuhet. Nera kishte punuar në hortikulturë, për ta lënë më pas punën e tij përkushtohet rritjes, edukimit e arsimimit të fëmijëve dhe jo vetëm. 25 vitet e fundit, ajo ishte krahu i djathtë i Sabriut. Sikur Fati mos ta takonte më të, vështirë të ishte Sabriu ende në skenë. Të dashur dhe shumë krenar për të atin, janë edhe të 4 fëmijët, madje ata sikur kanë ndjekur hapat e babait dhe kanë ecur gjurmëve të tij. Dhe s'pari, dua ta dish që të kam shok. Je një inspirim, je zemërgjan, je shumë pragmatik dhe je babai më demokrat për mua gjithmonë. Armendi djali i madh jeton në Londër që 22 vite. Është i martuar me Milen dhe i ka 2 fëmijë. Është këngëtar i muzikës rock alternative, i cili performon në grupin e tij Votra. Është dhe kompozitor, tekstshkrues dhe gitarist. U bë pjesë e diskografisë shqiptare me krijime të ndryshme si Kur të kam pranë, Për ty, Vetëm më thuaj e të tjera. Adelina, vajza e madhe e Sabriut, po ashtu jeton në Londër që 22 vite. Me profesion është farmaciste. Visari është bashkëshorti i saj, me të cilin ka 3 fëmijë. Bulza është vajza e dytë, edhe ajo dikur ishte këngëtare, por që me kohën ky pasion filloi të zbehet dhe tani ka një profesion krejtësisht tjetër, punon në Ministrinë e Infrastrukturës. Edhe ajo është e martuar dhe ka një vajzë me bashkëshortin Vetonin. I vogli dhe më i përkthjeluri i Sabriut është Ermali, i cili ka ndjek rrugën e të atit. Edhe ai është këngëtar dhe atë ndër më të pëlqyerit të publikut shqiptar. I këndon thuajse të gjitha zhanret e muzikës dhe ka një zë briljant. Edhe ai është i martuar dhe ka 3 fëmijë. Gruaja e tij quhet Ariana. Madje nga e gjithë familja, Ermali sikur zë një vend më komod në zemrën e Sabriut.
I dua gjithë fëmijët, se ju e dini se janë fëmijët, kush është ai që i ndonë, po për këthe kam nuk e dini, diçka më flenë zemër pak më shumë dhe kam një, kur përmenët emri ti, unë kam një nostalgji, nuk e di përse. Se Maleoni është pis, thuhet në kuptimin shumë pozitive njerëzor. Sabriu përveç si prind, ajo është edhe gjysh i shkollqyer, i cili udhëron shumë dashuri 10 nepërve e mbesave, por edhe në këtë rast, ai i cili e prek në zemër dhe që Sabriu mund ta dallojë nga të gjithë të tjerët, është Arti, biri i Ermalit, i cili do të thotë gjithçka për Sabriun. Pa zemra gjyshit, kjo është. E, princi gjyshit. Ti hanë më rola gjyshit. Skeqet e fundit ku Sabriu na u shfaq në rolin e aktorit ishte projekti Ujqit, ku luajti me Naser Afunën, Adhurim Demin e të tjerë. Lutem edhe 4 minuta e 48. Derisa ato muzikore janë projektet si Ju kam zemër, Zjarr në shi, Diamant, Shqipëri etnike e shumë të tjera. Njeriu i cili përdet po lexuar në diskografin shqiptare me krijime të bukura të cilat jo vetëm se ushqejnë shpirtrat shqiptar, por bën që edhe kënga shqipe të pasurohet me legjend. Dikur i ri, por me ambicie të mëdha dhe me shumë optimizëm se dikur do të bëhej njeri me vlera të mëdha në shoqërinë tonë, thellë në shpirt e ndjente se rruga që po ndronte për natë ishte e ndritur nga Perëndia, fati dhe mbi të gjitha puna. Dhe kështu a jetësoj ëndrat e tij dhe nuk u bë bari, por yll që vazhdon të shkollqej edhe pas moshës 70 vjeçare. Ky është i madhi Sabri Fejzullahu, artisti i merituar shqiptar, avangardi i muzikës moderne shqipe, ai që dhuron dhe merr shumë dashuri, energji pozitive dhe mbi të gjitha njeriu i cili me të vërtet gjithmonë jeton në stinën e pranverës.